besoj se patjetër qeveria përdor mekanizmat e saj, ku diun të vendeve të punës apo të interesave të tjera që kanë qytetarët, por ju e pat në Vlorë, se imagjinoni dhe Vlora është një qytet i cili dihet botërisht që është i majt. E pat se si reagoi qeveria, kryeministri e tjerë kur pan qytetar të pavarur nga politika që ngrihen brenda ditës pa i organizuar askush apo të organizuar më vete kundër një padrejtësie që po bëhet për ujin e pishëm. Pra, kur ka kaos të drejtë dhe kur ka qytetar të pavarur, qeveria reagon menjëherë. Ama kur ka lider politik të cilët marrin frenat e protestës, siç janë liderët e opozitës që kanë bërë deri tani, atëherë sigurisht që unë mendoj në opinionin tim që opozita dhe pozita po bëjnë spektakël. Pra të dyja palët në këtë historinë me protesta po japin një lloj spektakli për të mbuluar disa çështje të tjera të cilat janë më të prekshme dhe që mund të bënin më shumë. Nuk mund t'i vesh flakadanën